Motra është dora që shtrihet kur e zosh, loti që fshihet kur pikëllosh. O Zot, mos e lë askënd pa motër. Motra e zaventson nënën kur nuk je mirë, të kupton në shikim të parë në zemrën e saj. Të kesh motër është ndjenja më e bukur. Jam i bekuar me ty, motra ime. Vëllau im, je personi i veçantë i jetës time. Çdo ditë i lutem Zotit të ruajë çdo hap të jetës tënde. Të kesh vëlla, do të thotë mbështetja jote, shpina jote, kur smush ti. Vajza ime, ti je trëndafili më i bukur në botë. Je jeta ime, je shpirti ime. Allahu ta shtoft hajrin dhe të ruajt nga çdo e keqe. Dunjoja të mashtron, të dëmton, dhe ik prej teje pa ta thonë as një fjalë. Nëse të ka lodhur dunjoja, mos u dëshpëro. Pushimin do ta gjesh në durim, namaz e lutje. Vërtet Allahu dëgjon zërin tënd kur ti i lutesh atij. Nëna është nënë. Nëna nuk ka kur mosh. Nëna mund të zëre vendin e kujdo, por vendin e saj s'mund të zëre askush. Zemrën e ka të butë dhe thihet let, po për ta mbrojtur fëmijën e vet, bëhet me forcë se qeliku. Dashuria e nanës ndaj teje zgjat për jetë. Ajo është dera juaj në këtë dunjë. Ajo është një derë për në xhenet. Andaj respektoje atë, duaje dhe lumturoje nënën. Bota nuk është sikur nëna. Asaj i dhrosh dhe i bërthet para ftyre gjatë ditës, dërsa në mbrëmje ajo përsërit e thret që të hash darkë. Kurse bota të le që të vdesesh nga uria. Njerëzit bien vit pas viti, disa nga zemra, disa nga kujtesa. Ndaj duhet të kuptoni se lumturia nuk është në numrin e njerëzve që ju rrethojnë, por në vlerën e tyre. Andaj kujdesu, kam për vlerësan. Vlerësa e vetën tënde, lumtura e vetën tënde, se lumturia nuk është në dorën e njerëzve. Një burr që e don familjen e tij, forcën e përdor për ta mbrojtur gruan e tij dhe jo për ta lënduar. Është e vërtetë se ka shumë gjëra të shtrejta në botë, por asgjë nuk është më e shtrenjtë se familja. Gruaja jote është i vetmi person që të do për atë që je. Prindërit e tu të duan sepse je djali i tyre. Vëllezërit dhe motrat të duan se je vëllai i tyre. Fëmijët të duan se je babai i tyre. Ndërsa gruaja të zgjodhi ti mbi të gjithë. Andaj shtrëngoja dorën dhe mos ja lësho për asgjë në botë. Motra ime, ti din të gjitha metat e mia, po përse nuk u lodhe kur, duke qenë pranë meje. Të ri me ty është gjatet jeta, sepse ti je dashuria e ditë pas nënës.
Janë 3 sene pse flasin njerëzit pa shpine. E para është kur dojnë me kanë si ti, nuk mujnë. E dita është kur mundohen me I pas qato të mira që I kiti. O njeri, a për do një mërzitësh, kur ti e din shumë mirë, që ajo me problema dhe nga tresat e saj, të mashtran. Pse nuk të regohesh I menqër, mos të ndosh shumë për të. Femija, jo nësi të qaran, e tretin talen me qajt për te. Femijet janë shpirtat e tonë, janë gëzimi jonë. Femijet janë e ardhmja jonë, por femijet janë dhe brenga jonë. Janë brenga